Të dashur shqiptar, kam zbuluar vajzën më të dashur të Ilirit, të quajtur Dasaro. Ky është një zbulim shumë i madh. E kam lexuar në origjinal në veprën e Apianit. Kuptohet që vepra e Apianit është një vepër mitologjike. Nuk është histori e vërtet, megjithatë emrat janë shumë të rëndësishëm, sepse fjala Dasaro mund të lidhet me fjalën me dash në gjuhën shqipe. Pra është vajza e Ilirit. Themeluesi të Ilirisë, djalit të Kadmusit dhe Harmonias. Një mrekulli. Ajo që më ka bërë përshtypje është që helenët janë marrë vetëm me Ilirët, as me romakët jo. Nuk janë marrë me keltët, nuk janë marrë me fiset gjermanike, nuk ka mitologji serbe, slovake, polake, ukrainase. Grekët janë marrë vetëm me Ilirët. Mua kjo më ka lënë pa mend. Prandaj, të gjitha emrat e fisëve ilire për mua janë të një rëndësie të veçantë, për shkak të interesimit të madh të autorëve grek për Ilirët. Të shikojmë se si e zbulova këtë fjalë. Të dashur shqiptar, vajza Dasaro e Ilirit mund të lidhet me fjalën shqipe me dash, e cila është pasqyruar në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe këtë fjalë ka gjetur Norbert Jokli. Mirë po unë, për të gjetur origjinën e emrit Dasaro, jam nisur nga vepra e Apianit, ku është përhapur ky emër për herë të parë. Apiani mendonte që Ilirët, Galët dhe Keltët kanë një origjinë të përbashkët dhe kjo përkon me faktin se në gjuhën shqipe fjala dorë përkon me gjuhën kelte doron. Dhe fjala gluni përkon me fjala gluni, gjuri në gjuhën kelte. Pra pjesët e trupit në gjuhën shqipe dhe në gjuhën kelte janë identike dhe nuk është e domosdoshme të bësh etimologji, as spekullime fare. Është e sigurt, gjuha shqipe është gjuhë kelte. Tani Apiani mendonte që vetë Ilirët ishin kelt. Pra Apiani ishte një autor grek, por mendonte që Ilirët nuk janë grek, janë barbar. Tani të shikojmë se si u formua fjala Dasaro. Pra nuk është e rëndësishme çfarë mendon Apiani, por është e rëndësishme të gjejmë se si u formua emri Dasaro. Emri Dasaro të dashur shqiptar është kaq i rrallë sa që në të gjithë gjuhën helene janë gjetur rreth 5 emra me këtë mënyrë të krijimit të emrit, si fjala Dasaro. Dhe të gjithë janë me origjinë nga gjuha ilire. Kjo është e jashtëzakonshme. Pra, kjo mënyrë krijimit të fjalëve ka hyrë në gjuhën helene nga ilirishtja. Tani, për të gjetur fjalën Dasaro, inteligjenca kompjuterike ka shqyrtuar 3.881.810 fjalë dhe dokumente të ndryshme, e ka gjetur në rasën kallëzore vetëm. E besoni apo jo? Vetëm në rasën kallëzore është gjetur ky emër. Dhe unë tash duhet ta rindërtoj. Tani çfarë kam bërë unë? Të dashur shqiptar, për të rindërtuar këtë emër, mua më kujtua perëndia Kallisto, që do të thotë më e bukura në Iliad. Emri Kallisto është krijuar sipas dialektit jonik të dashur shqiptar, dhe nëse emri Dasaro është krijuar një lloj si emri Kallisto, atëherë Ilirët kanë folur një gjuhë të dialektit jonik, e cila ishte e pakuptueshme për grekët e Helladës, sepse dialekti jonik është folur për herë të parë në Azinë e Vogël, pranë gjuhës hitite. Aty janë krijuar dhe poemat e Iliadës dhe të Odiseas. Ky është emri i rindërtuar Dasaro në emërore, do të ishte He Dasaro, në gjinore Tes Dasaros, në dhanore Tej Dasaroi, në kallëzore Ten Dasaro dhe në thirrore Dasaroi. Si e bëron këtë rindërtim të madhërishëm? Thjesht duke u nisur nga fjala e Iliadës Kallisto. Të shikojmë se si u formua fjala Kallisto. Të dashur shqiptar, fjala Kallisto në Iliad është formuar me prapashtesën O të gjatë, që është prapashtesa e dualit në fakt, dhe kjo është diçka e veçantë e dialektit jonik. Pra kjo mënyrë fjalëformimi ka mbetur në dialektin jonik dhe në gjuhën greke të sotme, kjo është krejt tjetër, ka prodhuar mbaresën ou. Pra greqishtja e ka marrë këtë mbaresë nga dialekti jonik ose dialekti i poemave të Iliadës dhe Odiseas. A nuk është kjo madhështore? Pra fjala Kallisto, më e bukura, është krijuar një lloj si fjala
dasaro. Një lloj. Emërore he kalisto. Gjinore tes kalistos. Dhanore tej kalistoi, kallëzore ten kalisto dhe thirrore kalistoi. Pra kjo që kam bërë unë është për tej imagjinatës njerëzore. Ju do thoni me siguri që kjo vjen nga fjala dua e shqipes me dash, jo të dashur shqiptar. Inteligjenca kompjuterike tregon që lidhet me foljen shqipe menda. Ju betohem. Në gjuhën helene kemi variantin daismos, që do thotë e ngrënshme, do më thënë që ndahet me dhëmbë. Kjo është shumë e bukur. Në gjuhën maqedone kemi muajin daisios, do më thënë muaj i ndarjes, muaj i ngrënjes, siç e shikojmë maqedonët flasin një dialekt helen, një lloj si ilirët të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe emri i ilires Dasaro është krijuar nga një emër Dasaros që ka të njëjtën mënyrë fjalëformimi si Daitros, ai që ndan ushqimet. Do me thënë, ai që jep ushqimet në tavolinë ishte në fakt një prift, sepse ushqimi jepej në kish, e cila ishte një tempull pagan. Dhe unë kam thënë në të gjithë filmat e mi që mitet që ne i kujtojmë si përralla kanë qenë besim i vërtet dhe ritual i vërtet në kulturën hitite në Azinë e Vogël dhe në kulturën helene në Gadishullin Ilirik. Pra, nga Dasaros, ai që ndan ushqimin, është krijuar pikërisht emri Dasaro me prapashtesën një lloj si Kalisto më e bukura. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Tani pse ndodh kjo? Në dialektin jonik pasqyrohet diçka që është gjetur vetëm në gjuhën hitite. Gjuha hitite shkruhet me fjalë shkronja sumere dhe aty ku bashkohet fundi i temës së fjalës me mbaresën, gjithmonë fundi i temës së fjalës ose i foljes mbaron me një ss të dyfisht. Dhe kjo ndodh në kohën e ardhme, po ashtu ndodh edhe në aorist ose koha e kryer e thjesht. Ta shënoj në kompjuter. Të dashur shqiptar, kjo mënyrë fjalëformimi gjendet vetëm në gjuhën e Homerit. Pra emri i personit Dasaros që ndan ushqimin ka ardhur nga koha e kryer e thjesht dasastai në gjuhën e Homerit, po ashtu kjo rënjë gjendet edhe në kohën e ardhme dasestai. Është tipike vetëm e gjuhës së Homerit. Por fakti që kjo gjendet vetëm në dialektin jonik, në Azinë e Vogël, dhe në Iliri, në emrin Dasaro, dhe me mbaresën pikërisht o të gjatë që gjendet vetëm në gjuhën e Homerit, një lloj si fjala Kalisto, tregon që ilirët flisnin dialektin jonik të dashur shqiptar. Në fakt në Iliri janë përzierë të gjitha dialektet helene, ndërmjet të tjerave janë elemente të dialektit jonik. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani si e bëra unë këtë zbulim? E bëra duke lexuar pikërisht Stefanusin e Bizantit në shekullin e 6 e rëson që thotë që Dasaretai janë përmendur për herë të parë nga Polibiusi në librin e 8 të tij, ndërsa unë kam lexuar te Kapiani. Forma femërore është Dasaretis dhe ata quhen gjithashtu banorët Dasarenoi. Një lloj si banorët e Shkodrës quhen Skodrinoi. Banorët e Dardanis Dardanoi. Banorët e Arbëris Albanoi. Pra janë të gjithë emra helen, të gjithë emrat e fisëve ilire. Është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Dhe ky emër ka ardhur nga emri femëror Dasaro. Dhe ajo që të bind përfundimisht është kjo. Ethnos Ilirias. Ta shënojmë. Ethnos Ilirias të dashur shqiptar tregon që ilirët kështu flasin. Kjo është gjuha e tyre, është gjuhë helene. Pra, është e sigurt që Stefanos i Bizantit e kishte kuptuar që ilirët flisin helenisht. Pse? Sepse Kelidoni ai thot gjithashtu që është etni ilire. Enkelei ai thot që është etni ilire. Pra ilirët përdorin fjalën enkelos, që do thot ngjall.
ilirët përdorin fjalën helidon, që do të thotë dallëndyshe, por këto janë fjalë helene të dashur shqiptar dhe jo shqipe. Pra, ilirët flisnin një gjuhë helene, u bindëm përfundimisht tani. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe këtu është dokumenti në origjinal tek Apjani, që nuk është përmendur në fjalën e Stefanusit të Bizantit, por e kam gjetur unë. Dhe Apjani e kuptoi gjithashtu që ilirët flisin një gjuhë shumë të ngjashme me gjuhën helene, megjithatë ai thotë kështu. Galusi, Keltusi dhe Iliriusi janë të gjithë fëmijët të Galateas dhe të Polifemit. Polifemi ishte një përbindësh me një sy, pra ai përbuste ilirët dhe i konsideronte ata Kelt. Por ilirët, siç e shikojmë, flasin dialekte helene, ato i lakojnë emrat njëllojse në helenisht të dashur shqiptar, dhe dasaro do të thot ajo që ndan ushqimin të dashur shqiptar dhe nuk lidhet fare me fjalën me dash në gjuhën shqipe. Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur është me të vërtetë e frikshme, përfundimisht sot doli që emri dasaro është krijuar një lloj si emri Kalisto, nga duali i helenishtes. Lakohet emri dasaro në rastën kallëzore tek vepra e Apjanit, një lloj si emri Kalisto në veprën e Homerit. Një lloj. Dhe unë e gjeta vetëm nga rasta kallëzore, nga një kock e vetme, nga një fragment kocke në fakt, rastën kallëzore, unë kam rindërtuar të gjitha rastat e emrit dasaro. Pse? Sepse në helenisht, emërorja dhe kallëzorja të dualit janë njësuar. Dhe më thëmë, po të dish kallëzoren, di dhe emëroren, por di dhe gjinoren. 3 rastat më të rëndësishme të gjuhës helene, të cilat janë dhe sot e kësaj dite. Helenishtja e ka humbur dhanoren, por e kam gjetur dhe dhanoren në veprat e Homerit. Pra kam gjetur lakimin e plot të emrit Kalisto, më e bukura, dhe prej këndej ka ardhur dasaro gjithashtu si krim, mënyrë fjalëformimi, është helene. Por Stefanus i Bizantit thonë që kjo është etni ilire, pra kështu flasin ilirët si helenët, një lloj. Fjalëformimi ilir është një lloj si fjalëformimi helen, dialekti jonik i folur në Azinë e Vogël, e pabesueshme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.